Dikush u vonua për në punë, dikush për në universitet. Reduktimi i flotës i palajmëruar nga shoqatat e transportit urban për shkak të rritjes së çmimit të naftës solli fluks pasagjerësh dhe pritje të gjata në stacionet e autobusëve në Tiranë. Çfarë themu për autobusat? Ja kemi një orë që rrim presin këtu. Autobusat s'ka. S'po bëni shumë që po prisni? Një orë. I bëret me çfarë them? Jo tash sa më rita nga Durrësi, po besoj se ku ka qenë gjithmonë, u bë linjën e Varrës edhe. Ndoni shpesh urban? Po, ditë për ditë. Çdo ditë e përdorëm. Me flotën e autobusëve që sot është pothuajse përgjysmuar, shoqatat e transportit publik u bëjnë thirrje qytetarëve të marrin masa pasi pritja në stacione do të dyfishohet. Sot operatorët e transportit qytetas dhe rreth qytetas të Tiranës operojnë me 40% më pak. Është një situatë të vështirë, ne ishim detyruar dje që të lajmëronim qytetarët merrnin masa për të lëvizur në destinacionet e tyre, për të parashikuar kohën për të dalë më herët, sepse do të ishte një situatë e ngarkuar, ashtu siç e pa nga terreni është një situatë jo e këndshme, një situatë shumë e vështirë për qytetarët, ka njerëz që numër të madh njerëzish në stacione, nuk dihet kur vjen autobusi, sa do zgjat udhëtimi, a do të gjejnë vend për të ngjeshur në autobus në këtë momente, është një situatë po themi alarmante në tërësi në transportin publik. Edhe pse gjatë një takimi me shoqatës dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Ekonomisë u la që do të merreshin masa, deri tani nuk ka një vendim konkret. Kërkesat e operatorëve mbeten të njëjta me ato të paraqitura edhe në vitin 2022, kur çmimi i naftës u rrit pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ato e kanë gjitha pikat në tryez, duke me dërguar edhe se sa do të jenë kostot nëse do të kenë subvencion të drejtë për drejtë në transportin publik. Ajo që është e domosdoshme është subvencion i drejtë për drejtë momental, siç ishte edhe në luftën e Ukrainës, po themi, subvencion për lek për litër për rritjen e çmimit të karburantit, pastaj në vazhdimsi në një kohë më të gjatë, është reduktimi të vështës në shitje, është heqja e taksës qarkullimit dhe rimbursimi i kategorive që udhtojnë falas, që do ta kompletonte dhe do ta bënte transportin publik funksional dhe të mirëfillt për të ofruar shërbim. Ndërkohë, burime pranë Ministrisë së Ekonomisë bëjnë me dije se ende nuk ka një vendim për kërkesat e shoqatës së transportit, të cilat janë dorëzuar prej javësh pranë institucionit.